Ju ka rastisur ta shihni në rrjetet sociale, por askujt nuk I kishte shkuar në mendje që edhe një nga zonat perla të vendit do të ndërtohej e do të përpihej nga oligarkia. Ky projekt I quajtur Dukagjini Resort do të ndërtohet tek rana e hedhur në Shëngjin, me administrator Korab Llukën. Ky I fundit është biri I oligarkut nga Peja e Krem Lluka. Me vendim numër 71, datë 29 janar 2025, qeveria shqiptare I ka dhënë kompanisë Dukagjini Group të Krem Llukës leje ndërtimi dhe tokë shtetërore falas për ndërtimin e një resorti me pallate, hotele, vila dhe kazino në zonën e Malit të Rencit, në Shëngjin. Sipërfaqja e falur Llukës si investitor strategjik ka një sipërfaqe prej 5.9 hektarësh dhe një vlerë investimi prej 70 milion eurosh, për të cilat nuk ka deklaruar burimin e financimit. Lluka, pronari I Qendrës Kardiake të Kosovës, bashkë me Korab Llukën, Klodian Allajbeun, pronari American Hospital Kosova, janë akuzuar se kanë pastruar 3.4 milion euro përmes një skeme të falsifikimit të dokumentave dhe prezantimit të dokumentave false në administratën tatimore të Kosovës. Ky projekt miliona eurosh do të jetë një tjetër derdhje që do të justifikojë pastrimin e parave që ka bërë oligarku nga Peja e Krem Lluka, duke ndërtuar në pikën më të bukur të Adriatikut në Shqipëri. Përflitet se Lluka ka qenë oligarku I preferuar I Miloševićit, ish presidentit serb dhe ka kontrabanduar cigare me vllain e këtij të fundit, sot I dal në pension. Edhe sot thuhet se vllai I Miloševićit paguhet dhe merr dividend nga bizneset e Krem Llukës, si ortak I paligjshëm me të në disa kontrabanda dhe biznese në Kosovë, Serbi, Maltëzi dhe Bosnjë.